Këtë sezon në Vlorë duket se ka më shumë hapësira publike për qytetarët të cilët nuk kanë mundësi për të plazhuar në plazhet që janë me pagesë. Nga një vëzhgim i realizuar nga televizioni 6+1 Vlora gjatë paradites së kësaj të premteje, në plazhin përgjat Lungomares, disa hapësira duket se janë tashmë publike, ndërsa një pjesë e bizneseve kanë respektuar edhe 30% që duhet lënë si i lirë për pushuesit që nuk kanë mundësi të paguajnë në plazhet private. Madje vetë pushuesit që frekuentojnë këto plazhe shprehen për televizionin 6+1 Vlora, teksa thonë se është një drejtë e tyre për të plazhuar edhe me çadrat që ata kanë dhe jo të shkojnë tek plazhet private, ku duhet të paguajnë çadrat dhe shezllongët. Ata vlerësojnë iniciativën e Bashkisë së Vlorës për të lënë të lira si përfaqet e plazheve përgjat Lungomares apo edhe në plazhe të tjera të qytetit të Vlorës. Kaloj mirë, kështu kështë hapësirë, domethënë plazhet që e bojnë, se ka dikush që nuk ka. E kështu që e kalon edhe në këta mirë, e merr çadrën edhe pozitive që janë në hapësira. Po. Si po duket këtu plazhe mirë? Mirë, qetë është çdo gjë rregull. Tu i bëni pushime gjithmonë në Vlorë? Jo, hera parë kom marrë. Po. Po kaloni bukur. Bukur shumë. Jo, janë lënë kaq shumë hapësira sa që edhe të huajt që kanë ardhur dhe që mund të pushonin edhe në shezllone, po pushojnë këto, po t'i pyesësh me radhë njerëzit, nuk janë vetëm qytetarët vlonjat që janë ulur këtu dhe gjejnë po dhe të huajt nuk vjen tek shezllonet dhe vinë këtu. Është pozitive sepse fitojnë më shumë hapësira të lira qoftë për qytetarët, qoftë edhe për të huajt që nuk kanë buxhetin për t'i paguar ato shuma që janë caktuar për shezllone. Shpresoni ju që do të vazhdojë kështu kjo gjatë gjithë kohës? Patjetër. Këto janë aprovuar, këto plazhet e lira janë aprovuar nga Bashkia e Vlorës dhe nuk mund të vendosë asnjëri shezllone ose çadra me pagesë. Ky sezon turistik duket më ndryshe, ku Bashkia e Vlorës ka përcaktuar disa plazhe të cilat janë publike për qytetarët, të cilët mund vendosin aty çadrat në pamundësi për të frekuentuar një plazh i cili është me pagesë. Përgjatë qytetarës bregdetare Lungomare, në nisje të muajit korrik, duket se kemi një situatë më të përmirësuar krahasuar me vitet e mëparshme sa i përket hapësirave publike në plazhe. Nga vëzhgimi realizuar nga televizioni 6+1 Vlora, duket se sipërfaqe të konsiderueshme dhe të posaçme janë lënë për plazhet publike, ndërsa në këtë territor që po realizojmë vëzhgimin janë vendosur nga Bashkia edhe tabela cilat tregojnë se pikërisht këto plazhe mund të frekuentohen dhe aty qytetarët mund vendosin çadrat për të plazhuar. Kështu nga një vëzhgim i realizuar nga televizioni 6+1 Vlora këtë të martë, vihet re se është respektuar nga subjektet 30% i lënies së hapësirës publike. Pashtu edhe Bashkia e Vlorës duket se është rigoroze në zbatimin e këtij urdhri, ndërsa u ka kërkuar edhe më parë bizneseve që të lënë hapësirat publike për qytetarët që nuk kanë mundësi të plazhojnë kundrejt pagesës. Megjithatë mbetet për tu parë se çfarë do të ndodhë në vijim dhe nëse do të respektojnë këto hapësira, apo ndoshta edhe atyre mund t'u dalë pronari.